Përshëndetje, mirë se erdhën në episodin e radhës së podcastit tonë. Jam Multa Fazliu, nxënëse e gjimnazit Samuel Frashëri, edhe në një botë ku një like mund të ndikojë humorin e ditës dhe njësinë mund të na shkaktojë një ankth, këto gjëra janë bërë gjithmonë pjesë e përditshmërisë sonë. Këto pikërisht tani jemi për të diskutuar me profën Ilir Bekteshi këtë temë. Mirë se erdhe, prof. Faleminderit Ult, faleminderit që ma keni dhënë mundësi. E para që duhet të them është që t'ju përshëndes juve dhe ta bëjmë qartë se ne në asnjë rast nuk jemi kundër teknologjisë për se, domethënë, po ideja është që me që jemi në një formë, domethënë, pjesë e një institucioni, siç është shkolla, edhe po e shohim efektet e përdorimit të teknologjisë edhe në aspektin pozitiv për mësimdhënie, po ka njerë edhe me kontraefekt për shkak të shpërqendrimit vëmendjes e kështu. Dhe të provojmë ta shtojmë në një perspektivë e cila, domethënë, është e bazuar kryesisht edhe tek përvoja jonë, nga perspektiva e juve si nxënës, e jona si mësimdhënës, po edhe tu bazu në literaturë dhe mendimet të njerëzve që janë ekspertë kësaj fushë. Unë kisha dashur për pak me shku si referencë historike, është Neil Postman, një që e ka bërë një libër dikon vitin 1982. Edhe ai, si më thonë, e analizon që të historinë edhe ndikimin e ekranit të njeriu në përgjithësi. Për shembull, ai thotë se me zbulimin e televizionit si institucion, si media, dhe me zbulimin e televizorit si objekt, domethënë ndodhi një farë, si ta quajmë, një farë lloj zhbërje e asaj ndarjes në mes të atyre që i dinin fëmijët dhe të atyre që gjërave që i dinin, domethënë, të rriturit. Si ndodhi kjo? Kjo ndodhi për shkak se, domethënë, deri në një rast, deri në një moment caktuar kur presupozohej që fëmia duhet me mri një moshë caktuar me pas mundësi me lexu, edhe me mri me pas qasje në informacion, ose ta zëm për shembull, kjo ishte një mënyrë, në bazën e cilës fëmijët merrnin informacion. Ana tjetër ishte përmes, nëse dikush i rritur, domethënë, ju rrëfente aty diçka para zbulimit të ekranit televizion. Domethënë, ndërsa me zbulimin e ekranit televizionit, që kjo ndarja sikur tritit nuk i dinin disa gjërat se cilat rriturit i dinin, u zhduk. Domethënë, për shkak se tash përmes televizionit, përmes ekranit, bota e të rriturve po ju ofrohej fëmijëve në një farë forme të parafinume, të pafiltrume. Domethënë, edhe çdo gjë që në një farë forme po dinin të rriturit, tashmë po dinin edhe fëmijët, për shkak se si video ti s'ki nevojë me pas aftësi leximi për me konsumu një pamje. Pse është kjo e rëndësishme? Është e rëndësishme për shkak se një farë forme i detyron të fëmijët që të rriteshin para kohe. Për shembull, nëse presupozohej që të rriturit kanë informacion për ta zënë për politikën, ose për pushtetin, ose për armët, ose për marrëdhëniet ndërnjerëzore, diçka, këto ishin tema të cilat presupozohej që të fëmijët nuk i dinë. Përmes ekranit televizionit ndodhi që u zhbë kjo ndarje. Domethënë, edhe tash, dhe këtë e thot Neil Postman qysh vitin 1982, kur e analizon, domethënë, që ndikimin e ekranit edhe tek vajzat e reja të kohës që provonin mu vesh si aktorët ose diçka, domethënë. Për mu kthy te pyetja ju që ju referu, domethënë, një like ose një koment ose një sin ose një diçka ndikon shumë. Ne këtë mund ta, si më thënë, kjo ka edhe perspektivën personalit tonë, domethënë kuptimin e përvojës, por edhe e kanë trajtuar edhe ekspertët. Për shembull, se njerëzit, sidomos të rinjt, adoleshentët, para adoleshentët, domethënë, janë goxha shumë të brengosur edhe, si më thënë, siç e thatë edhe jo, një views ose një koment ose një like e bën me pas një vetbesim më të madh ose të kundërtën e kësaj, për shkak se nëse merr vlerësim pozitiv nga ajo që ke postuar në rrjetet sociale, merret si një ngritje vetbesimi, si një farë vlerësimi, ti merr një farë reagimi pozitiv prej asaj audiencë, sepse për ta bërë një krahasim me atë që ju referova Neil Postman, raporti me ekranin e televizionit është raporti një-anshëm, domethënë ti aty konsumon pamje të cilat ofrohen nga tjetër. Ndërsa përkundrejt të telefonit ose smartphonit sot që përdoret këtu, ti edhe je audiencë për tjerët, edhe e ke ti audiencën tonë. Në momentin që ti poston aty, ti e ke një publik tonin, e ke disa njerëz që pritet që kanë me pa, dhe normalisht kjo ndikon shumë edhe
tek disponimi, ndikon nganjëherë edhe tek nervoza, ndikon edhe tek zhgënjimi, nëse postimi që e kemi bo nuk e ka pas efektin që ne e kemi, ose nuk e ka pas efektin ose nuk e ka rrit pritshmërinë për cilat na e kemi postu qatë qoftë foto, qoftë çfarëdo që tjetë. Pasi kalum të rrjetet sociale, a mendon se janë shkak i drejtë për drejtë i ankthit, apo thjesht e përforcojnë atë ankthtin që e kanë adolescentët? Po, në fakt këtu ju isha referu një libri që kohëve të fundit kam pas rast ta konsultoj, quhet Brezi i Ankthit, nga Jonathan Haidt, i cili e ka trajtu këtë temë, edhe domethënë sipas tij domethënë përdorimi i smartphone-it dhe i rrjeteve sociale në përgjithësi, domethënë është si njëri prej shkaktarëve kryesor. Ai nuk e thot decidivisht qartë, domethënë që është shkaktari i vetëm ose kryesori, po është njëri prej shkaktarëve ose prej arsyeve kryesore pse domethënë po ka edhe ankth, edhe depresion, po edhe sipas tij domethënë katër efekte të kryesore që vijnë nga përdorimi i stërtepruar i rrjeteve sociale janë ta zëm varësia, çrregullimi i gjumit, shpërqendrimi i vëmendjes edhe gjitha këto. Domethënë edhe sipas tij, rrjetet sociale janë një prej arsyeve kryesore. Edhe njëra prej më të rëndësishme është edhe izolimi, domethënë një të rinjt nganjëherë izolohen shumë, kalojnë shumë orë mbyllur, vetmohen shumë. E në krahasimin e vazhdueshëm, si mendon që ndikon tash në moshën tonë, se do ne bëj pjesën e adolescentëve? Po, domethënë ka bazë të fortë me dyshu edhe nga përvoja edhe nga shkenca që domethënë në krahasimi, sidomos krahasimi me të tjerët është i pashmangshëm sepse njeriu është qenie sociale, shoqërore që është i rrethuar prej njerëzve, ti s'mundesh me qenë indiferent ndaj asaj që ndodh rreth teje. Po, sidomos tash gjithmonë varet edhe me kë krahasojmë, nëse krahasojmë jetën tonë reale me ato imazhe perfekte që njerëzit i postojnë aty, normal që kemi me qenë zhgënjyës, sepse ajo është një pamje e kurume ku e diun me Photoshop ose me filtera të ndryshëm ose me diçka, ndërsa jeta në realitet është shumë e ndryshe dhe duke e parë vetëm atë sekuencë të shkurt, qoftë si fotografi, qoftë si video, 10 sekonda, 20 sekonda dhe me bë krahasimin me realitetin normal, secili ja bën ose secila ja bën pyetjen vetes se ku jam unë, a jam unë afër kësaj, apo mbetëm vetëm unë mbrapa, janë këto pyetje të cilat njeriun e shqetësojnë vazhdimisht edhe kur nuk është i ekspozuar ndaj këtyre pamjeve të tilla. Se lemo kur je i ekspozuar në bazë auditore, sidomos kur ke parasysh që për shembull edhe në komunikime me nxënësit ty e kam parë dhe e dim që ka 6 orë, mesatare ditore 7, e kanë erë edhe më shumë, edhe shumica për çatyre orëve që shpenzohen me telefon në dorë janë tek rrjetet sociale. Ke që kalum të kë imazhi perfekt që ne themi, a është më i madh dëshira për me pas një imazh perfekt, a është më i madh tani apo për shembull moshën e juaj? Ëm, Nëse bëjmë këtë krahasim, isha thonë që prapse mendoj që tash jemi shumë më shumë në presion që sajna se si po e prezantojmë veten publik, si po dukemi, si po, domethënë edhe këtë e thot edhe statistikat shitjeve të blerjeve, nëse shet njerëzit investojnë shumë më shumë në aksesorë, në veshje, për shkak se tash ajo kthehet në fotografim, i cili fotografim pastaj kthehet në postim diku, edhe presim që krejt kjo ka me rezultu me një reagim të njerëzve, me një shikueshmëri të caktuar, me një efekt të caktuar të cilin ne po e presim. Edhe normalisht që e ngrit kjo edhe ka pak stresin e personave të cilët jo të gjithë tash kanë mundësi me majt çat farë ritmi, jo të gjithë kanë mundësi me bë çat investim, jo të gjithë kanë mundësi me njeh çat farë trendi, dhe normalisht që njerëzit ndihen të shqetësuar. Dhe për nëse krahasoj me gjenerata ime ma herët, domethënë mujm me konkludu që po, tani është domethënë trit janë shumë ma të preokupuar në faktin se si po shihen, si çfarë imazhi po ndërtojnë dhe çfarë mesazhi po përqojnë, për shkak se edhe janë në vëzhgimin e kamerës non stop. Ti edhe kur nuk e ki telefonin tënd në dorë, e ki dikë afër që e ka telefonin në dorë, në rrugë ku të kalosh ka kamera, njerëz me telefona, domethënë është një farë lloj ashtu në përgjithësi një lloj observimi i njerit gjithçka ka je, i cili e bën kaq shumë unimin në presion se ajo është diçka në rregull me mua. Sa i përket pjesës, a ka dallime të përdorimit aktiv dhe pasiv të rrjeteve sociale?
Dallime ka, por efekte kanë që të dyjat. Për shembull, normalisht që personat që ne që përdorim telefonin në momente të caktuara ti përveç që je atëherë në momentin kur je duke e përdorur telefonin, je i fokusuar aty, kjo nuk nënkupton që fakti që si tu e përdor telefonin je komplet pase. Pse? Sepse derisa ti e ke simas Jonathan Haidit, po i referona prapa, ai thotë që edhe në momentin që ke bo një postim, edhe e ke lënë telefonin diku, por mendjen e ki çatje, edhe kjo është kohë e shpenzuar në rrjete sociale, edhe pse ti për momentin nuk je tu e përdor as Instagramin, as Snapchatin, as TikTokun, po përderisa je i preokupuar me çat punë, i bie që edhe kjo koha kushtimisht, nëse e quajmë pasive, në një farë efektin e ka aty. Kështu që po, e vërtetë. A mund të themi që algoritmet janë dizajnuar për me kriju parësi emocionale, për shembull ato pjesë që ai shohim në rrjetet sociale, a janë dizajnuar që ashtu? Po, normalisht që, si me thonë, ata që i kanë dizajnu qëto aplikacione kanë për qëllim që sa më shumë ne ti përdorim këto. Ata nuk kanë, ata domethënë e kanë idenë që me pas njerëz të cilët janë sa më shumë aktiv në këto aplikacione. Dhe si bëhet kjo? Kjo bëhet duke ti identifiku ty cilat janë, si me thonë, preferencat tua, dëshirat tua. Sheh videot një tipi në caktum, dalin është edhe disa tjera, shkon tu fokusu ma shumë e ma shumë, domethënë edhe në qatë formë të mban shumë të përqendruar te një kontent i caktuar, edhe shpeshherë edhe diskutojmë edhe me shokë edhe kështu që nashta thu 15 minuta ose 20 minuta, ku me ta zënë në TikTok, po përfundon të 3 orë, sepse shpejt e shpejt algoritmet e kuptojnë cilat janë preferencat e tua, çfarë do të edhe kushtimisht nëse qym të furnizon me ato video të shpejta, të cilat janë, domethënë, siç e patëm më herët, njëra prej efekteve kryesore që ty në videove që janë të shkurta është ky fragmentimi i vëmendjes, që që masanej po është vështirë me qenë më të fokusuar në një aktivitet i cili zgjat 10 minuta ose 20 minuta ose 30 minuta, sepse mendja po mësohet me qatë ritëm të shpejt, videove të shkurta ka 10-20 sekunda, cilat janë të rregullume në atë formë që me të majt ty aktiv. Po tash kalimi prej njënës të tjetra çaq shpejt, e po të pamundur që shpeshherë shohim edhe të nxënësit që kanë aftësi, janë të zotë të gjitha, po përqendrimi mungon sepse tash kalimi prej këtyre videove të shkurta ka 10 sekunda në një aktivitet i cili zgjat 20-30 minuta është kogja problematik. Edhe simas përvojës edhe simas shkencës. Edhe faleminderit, po edhe te pjesa po krijon media sociale identitete dyfishta, se për mendimin tim mendoj që po, se jemi ndryshe në rrjetet sociale, tu mundu me tregu atë pjesën më perfekte pa asnjë defekt, se tu e pas edhe mendimin se a kemi më gjikua diçka. Çka mendon ti? Po, domethënë kjo është shumë e mundshme për shkak se si më thon njëri edhe në psikologji thonë se ka një vete reale dhe një vete ideale. Çfarë nën kupton kjo? Vetja jonë reale është kjo që jemi përditshmëri dhe secili në mendje ka një vetje, si më thon, ideale se qysh do doja të isha. Tash qysh jemi në realitet, jemi këta që jemi, po qysh do donim të ishim është ajo qysh e postojmë aty në rrjetet sociale, pa naj defekt, pa naj rrull në fytyrë, pa naj problem, domethënë aty postojmë tash këto që kjo është simas mendimit tem, domethënë çaj personaliteti dyfisht, çaj identiteti dyfisht i cili është vetja reale përkundrejt asaj ideale. As, për ty si prof, a shkon e mundur me ndihmu për shembull dikën nëse e kishe vrejt që është shku drejt ankthit prej këtyre rrjeteve sociale, se që e dim, shkolla edhe familja edhe shoqënia janë një farë zinxhiri që na te kalojmë krejt jetën tonë të. Po. Falenderoj që doli këtu se është tash do të me pas parasysh që ky është një problem i cili është problem social, nuk është problem i individit më, është domethënë problem shoqëror edhe global. Tash duke çdo problem i cili është i shtrirë në shoqëri, edhe zgjidhja duhet me ardhë domethënë prej komunitetit, ku përfshihen shumë njerëz. Nuk mundesh me një person ose me një shkollë ose me një familje me thonë që po zgjidhim diçka. Mundet me ndodh, kjo është e rëndësishme me qenë si hapi i parë, i cili shkon masanej të ushtri në shoqëri, po zgjidhja gjithmonë duhet vi me që është problem social duhet vi prej të gjithëve, me angazhimin e të gjithëve. Tash që e përmende për shembull si mëdhënësit, normalisht që na jemi domethënë një prej faktorëve. Tash shikon
kur themi nëse pajtohemi që situata është problematike, se ne në asnjë rast nuk jemi kundër teknologjisë, po jemi kundër keqpërdorimit saj, edhe tash duhet me provu me u përfshi gjithë ne që të përdoret për mirë. Përse disa për shembull teknologjinë e krahasojnë me një shkop bejsbolli ose me një çekan për shembull, në kuptimin që sikur mundesh me përdor shkopin e bejsbollit për me kon kampion në sport ose diçka, ti mundesh edhe me shkaktu dëm dikujt, ja. Se një çekan mundesh me përdor me punu me to ose mundesh me shkaktu dëm. Edhe teknologjia i ka të dyja çto anë. Mundesh me përdor shumë për mirë, siç e tham fillim, po edhe po e shohim që po ka trend shumë negativ për shkak të mbi përdorimit edhe shpeshherë të keq përdorimit, kisha thonë. E këtu duhet përfshihemi të gjithë, duhet përfshihet familja, duhet përfshihet shkolla, duhet përfshihet institucione, duhet përfshihet edhe ligji. Për shembull këtu ne nëse i referojmë për shembull në Amerikë ka një ligj i cili e dënon prindin nëse e lë fëmijën vetëm në park. E ke lënë fëmijën vetëm në park, ka lënë dikush e thirr policinë, thotë është një fëmijë kështu i vetëm, atëherë ligji e llogarit sikur është i braktisur. Tash çka detyrohen prindrit me bë për me majt fëmijën gat, ja japin telefonin. Se me i thonë del luaj në park derisa jam në punë, e zë policia, prindi pagun del. Pra është një varfërme edhe infrastruktura ligjore duhet një përshtat kësaj. Ne si mëdhënës si shkollë, nuk mjafton nesër veç me thonë trive për shembull nxënësve tanë prej nesër s'ka me përdor telefon. Ne duhet para se me marrë qit hap, duhet me provu tash me riorganizu pak edhe orarin, edhe t'ja marrim tash telefon, po çka kemi me bë me çat kohë. Për shembull, kime pas reagim prej nxënësve, kime pas se thonë shpeshherë që përdoret në klasë edhe për mësim, për me kërku një përgjigje, kështu domethënë kime pas reagime. Normal ne para se me marrë qit hap, duhet me kqyr se cilat janë mundësitë tona, çka mujna me ofru si zëvendësim. Okej, prej nesër telefoni s'përdoret, po janë çto aktivitete që kanë mu bë gjatë orarit mësimit, kanë me ndryshu pak orari, kanë me pas një fleksibilitet brenda ose kanë i ofru nxënësve një hapësirë dikun ku kanë me kalu kohën, se veç me heq telefonin qashtu është hap i cili mirë, po tash zgjidhje perfekte nuk ka. Çdo hap që do të mirë në fillim ka me pas rezistencë, ma tash a kemi hall që po shkon, që jemi të shku në trend negativ, jo veç na si popull, po në përgjithësi, po atëherë duhet me bë diçka. Kur e shtrojmë këto si pyetje, kush duhet me bë familja, shkolla, shteti, mundësisht kish qenë mirë edhe këto kompanitë që i kanë kriju këto aplikacione me pas kujdes, për shembull që mos mbillon qasje trive në to fëmijëve, sidomos për shembull që mos mu ekspozu ndaj pamjeve të dhunshme ose pamjeve tjera, po ata domethënë janë synojnë se kjo në fundit kthehet edhe në, si me thonë, në përfitim material. Domethënë çdo familje sot ka telefona, secili ndoshta tu kqyr diçka porositë online, kjo ka edhe është edhe çështje biznesi. Ku përfshihet biznesi tani është problemi, po gjithsesi ne duhet të bëjmë më të mirën, në që të rrisim një brez i cili ka me qenë i aftë për me u përballë me sfidat e jetës, sepse në fundit kjo brej nga e të rriturve është që përveç që po keqësohet shëndeti mendor edhe fizik, është që edhe domethënë të rritë po mbesin pa u ekspozu ndaj ambientit jashtëm, ndaj problemeve të jetës reale, dhe si rezultat ma vonë tani nuk po janë aq të fortë sa mu përgatit për sfidat e jetës. Nëse s'po zgjatem shumë, kisha dashur me përmend, nuk e di si është me kohën, po kisha dashur me përmend një aspekt shkencor të kësaj, ku simas shkencës për shembull truri i njerit thotë që është i ndërtuar ashtu në dy domene. Njëri është domeni, si me thonë, eksplorues, dhe tjetri është domeni mbrojtës. Kur fëmijët dalin jashtë luajn, ekspozohen edhe ndaj rreziqeve, edhe përleshen me zveti, edhe rrëzohen, edhe përballen domethënë edhe me ndoshta shpesh edhe me papastërtitë e ambientit, që kjo është domethënë ai domeni eksplorues i fëmijëve, që ata lypin, domethënë bëhen, rrëzohen, qohen, përleshen me dikë, po mësohen me ia dal vetë, me zgjidh problemet. Ky domeni mbrojtës, domethënë është kur e tërheq mrenda fëmijën edhe e mban me iPad ose me telefon. Po tash pse ka ardhur i kështu? Pse ka ardhur kjo tërheqja e fëmijëve dhe adoleshentëve nga sfera e jashtme në sferën e brendshme, është se ka domethënë prindërit e ka qenë pak edhe çështje sigurie.
domethënë del fëmia me lujt, mund po flasim sidomos për shembull për në Amerikë, ka njerë meqense ju referova Jonathan Haidit, ai e trajton shoqërinë amerikane, ai thotë që fëmijët po janë të pasigurt jashtë, edhe tash u pas që kjo si zgjidhje e mirë, që okej, s'pelon me dalë me lujt jashtë, po pe moj mrena, pe ja jepi një iPad ose një telefon edhe pe kom që aty parasyve pe di ku është. Mirë, po ai e qunë si nga ajo që ishte si overprotecting në sferën e jashtme, domethënë me një përkujdesje të tepruar në sferën e jashtme, u lan fëmia krejt pa përkujdesje tani mrena, se ti ja jep telefonin, po s'pe kqyr mo çka të bo, s'pe din ku po hyn e ku po del. Edhe kjo simas ti ishte problem për shkak se domethënë fëmijët pastaj fillun adoleshentët me pas qasje në përmbajtje të cilat janë qoftë dhunshme, qoftë janë pamje të papërshtatshme për gjeneratën e tyre, sidomos kur kemi parasysh që faza e adoleshencës është ajo një fazë në cilën formsohet në mas të madhe truri i njerit e këto domethënë shkenca i shpjegon pak më në detaje. Falë se e zgjata, po ishte me rëndësime për ne. Jo, pa problem, po edhe te pjesa e krijimit të karakterit tonë, prof, që kemi diskutuar edhe shumë herë, a kish mujt me ndiku kjo pjesa e rrjeteve sociale, nështëta dojna me shfash një anë tonën, ama ajo mendimi se qysh kanë me reagu tjerët ose çka kanë me thonë, nganjëherë na e ndalë këtë farë dëshiren me ushqyerje. Po, normalisht tash për shembull njeriu, si me thonë, ka njëherë pikërisht për shkak që thoj brengës që e ka se çfarë reagimi po merr, tash ti, si me thonë, nashta kishe dasht me bo një reagim caktum, një postim caktum, po nuk aty, si me thonë, duke pas parasysh që e ki atë audiencë, ti nuk mundesh me qenë 100% original në postimin tënd, sepse në farë mënyrë edhe vetë postimi si i tillë nuk bëhet për vete, apo sepse për vete ti e ki qatë fotografi, po fakti që po don me postu është që ti je të dasht me ekspozu qatë pamje caktume ndaj tyre. Edhe domethënë ajo pritshmëria e jon se si do të reagohet shpeshherë na bën si më me ridimensionu edhe mendimet edhe veprimet ose vendimet e tona për shkak se presim reagim nganjëherë qoftë pozitiv, qoftë negativ, qoftë çfarë do qoftë. Edhe ajo normal siç e përmendë edhe ti në hyrje, ndikon tani komplet në pjesën tjetër ditës, sidomos tek, po them prapë, me që jemi këto për diskutu problemet e gjeneratës tre me teknologjinë, kjo ma shumë ndikon ndikim të gjithë kohë, po sidomos tek adoleshentët. Faleminderit shumë prof, edhe për fund na kishe pas një këshill ose veç ndaj pjesë për neve trive që me pas kujdes për përdorem apo edhe diçka tjetër. Këshill nuk e di çfarë me thonë, unë mendoj që na duhet të mobilizohemi kështu si shoqëri, si familje, si institucione, edhe ju si nxënës mund të jepni shumë kontribut në këtë që ta bëjmë më të mirën, kuptimin që ta përdorim teknologjinë për mirë, sepse i ka të gjitha ato mundësi. Edhe mos kufizohet, edhe s'po them, kërkush nuk thotë që të rrit mos me përdor rrjetet sociale, por puna është qysh mi përdor edhe sa. Domethënë edhe këtu duhet të përqendrohemi gjithë. Shpresojmë domethënë për më mirë, po për më mirë domethënë duhet gjithë mu angazhu për një me, jo veç kështu diskutime, se tash nëse ti një shkollë ndërmerr një iniciativë, shkolla tjetër se përcjell çato, fillojnë ankesat pse veç na, pse veç ata, domethënë edhe po dështojnë edhe ato iniciativa që po nisin. Po duhet konstatojmë që në të vërtetë kemi nevojë me bë diçka, hajde të gjithë të bëjmë, sepse problemi është i të gjithëve, nuk është as i veç një shkolle, as i veç një familje, as i veç një qyteti, po i të gjithëve. Faleminderit prof, edhe faleminderit për juve që na keni shikuar në episodin e radhës.